Mirë mbrëma dhe mirë se po takohemi në kuadër të emisioneve Zgjedhjet Lokale 2025. Sonte radha është për lëvizjen vetëvendosje, më saktësisht për kandidatin për kryetar nga ky subjekt politik, zotin Ardian Gola, I cili do të kandidojë në mënyrë që të merrë Gjakovën në udhëheqje në 4 vitet e ardhshme. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët. Mirë mbrëma, mirë se ju gjejmë. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi që ju kemi në studio, por paraprakisht qytetarët e komunës së Gjakovës ju kanë njohur përmes këtyre 2 javëve fushate më shumë sa jeni përpjekur të shpalosni programin tuaj. Por ka shikues të tjerë të cilët ndoshta do të donin të dinin diçka më shumë, një biografi të shkurtër për ju, për qytetarët tanë. Ju faleminderit shumë. Po, përkundër faktit që unë kam një histori publike tash e 2 dekada, me shumë gjas gjithmonë ka njerëz të cilët mund të mos më njohin. Natyrisht. Për shkak se figurat publike nuk është të thënë që të depërtojnë tek secila familje dhe me të jenë të informuar secili qytetar. Por unë mbaj mend tazëm ka qenë një rast kështu në semafora isha nalë duke prit radhën me ecë nga ana djath, po kalon një vetur, ishte dikush nga Mërgata, nuk e njohta. Tha, a jeni ju, tha Ardian Gola? Thash, po pse s'po futesh në politikë sepse po na duhesh etj. Bëhet fjalë domethënë përpara ndoshta 10 viteve kështu, ku përpos historisë time publike si profesor universitar, kisha edhe paraqitje të rregullta televizive në televizionin nacionale dhe më pastaj u krijua një percepcion për mua. Po gjithsesi, unë jam lind dhe jam rrit në Gjakov, por më pastaj unë kam ndarë fatin e shumë qytetarëve të tjerë, jo vetëm të Gjakovës, por mendoj një fat gjerësisht I përhapur ballkanik, ku shumë të rinj kanë gravituar në kryeqendrat e shteteve, sepse kryeqytetet ishin bërë qendra ku kishte gravituar në tërësi jeta institucionale, politike, biznesore, akademike, kulturore, e kështu me radhë. Prandaj më të kryer studimet në Universitetin e Prishtinës, pasi që kisha kryer shkollën fillore dhe të mesme këtu në Gjakov, në gjimnazin Hajdar Dushi, vazhdova si asistent në Universitetin e Prishtinës. Ndërkohë, unë kam edhe një përvojë 5 vjeçare në institucionet e Republikës së Kosovës, me konkretisht kam punuar si zyrtar për informim, po edhe pjesë ndërmuese të kohës si shef dhe drejtor I zyrës për integrim evropian në kuadër të Ministrisë së Shërbimeve Publike. Mirë më pastaj për 2010-s, pas një programi mobiliteti në University of Illinois në Champaign-Urbana të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfundimisht jam përcaktuar për karrierë akademike, me qast aty edhe zhvilloj tash e pothuajse 2 dekada, pra nga 2007 në departamentin e sociologjisë, respektivisht fakultetin filozofik të Universitetit të Prishtinës. Më pastaj në vitin 2021, unë vazhdimisht kam pas ftesë që të angazhohem në jetën politike, po nuk jam dirë asnjëherë se thonë I joshur. Në kuptimin që është një sferë ku unë mund t'jap kontribute etj, por gjithsesi vjen një moment kur marrim ca vendime të cilat të reflektojnë ndoshta një vullnet tonë që me e zgjeru hapësirën e kontributit dhe në vitin 2021, pas një ftese që më bën nga eksponentët kryesorë të lëvizjes vetëvendosje nga zotri Albin Kurti dhe zotri Gleu Kunjusa, u përfshiva në politikë dhe fitova mandatin e parë si deputet, me qast më shumë se gjysma e votave ishin vota nga Gjakova, që dhe thot në mungesë të atyre votave nuk do t'isha bërë fare deputet, dhe prej aty vazhdova trajektorën politike dhe tash jam në një garë për të parin e komunës së Gjakovës. Faleminderit, zoti Gola. Qytetarët kanë dëshirë të dinë më konkretisht, cili është kontributi juaj për Gjakovën? Po unë duan gjëra pak më të afërta, më specifike. E qartë. Unë t'jemi sinqert, ndihem jashtëzakonisht mirë që jap mësim në një departament ku
mendje të ndritura siç është Femi Agani, Pajazit Nushi dhe shumë profesorë tjerë nga Gjakova, si Tazam Nekyuniku e të tjerë, janë në njëjtin fakultet ku unë sot jam aty. Dhe kjo është vetëm për sa i përket kontributit akademik, me qast me publikimet e mia dhe me paraqitjet e mia televizive, jam munduar që të bëj shpjegime e përshkrime të situatave politike, kulturore, shoqërore në përgjithësi për Kosovën. Por me kyçën time në politikë konsiderova që në kuadër të aktivitetit tim legjislativ si deputet dhe si kryetar i Komisionit për Arsim, kemi pas bashkëpunime sikurse çdo magjerancë që ka. Tash për të qenë kështu, si më thonë, keqësisht i sinqert, nuk ka qenë lehtë për mua që me një histori publike keqësisht opozitare, për pothuajse 20 vite, të angazhohem politikisht, por tash nga një pozitë e pushtetarit. Ne ani pse kemi qenë, si më thonë, në parlament, dhe parlamenti rëndom është opozit, e qeverisë, megjithatë kur je pjesë e magjerancës, gjithsesi ke një pozitë paksa jo fort komode për të shfaqur në publik, sepse gjithmonë duhet i bësh, si më thonë, arsyetimet politike të një qeverisje të saktuar. Dhe këtë ajo çfarë është bërë për Gjakovën, duke u nis prej Tazam stadiumit, ku janë dhënë afër 10 milion euro, me urën e Rogovës, me investime të shumta në ndërtimin e qerdheve dhe të shkollave në komunën e Gjakovës, me restaurimin e entiteteve të ndryshme kulturore, sikurse që është Muzeu i Muzikës, të Taphonja, e shumë investime tjera, ato do të kuptu komplet si rezultat i një bashkëpunimi të brendshëm ndërmjet legjislativit, pjesës opozitare edhe qeverisë. Nga se deputetët e magjerancës nuk është e thënë që gjithmonë të dalin dhe të shfaqen në publik, po gjitha ato projekte që ka janë dhënë për Gjakovën, ato, si me thonë, janë rezultati një bashkëpunimi paraprak, të brendshëm, sepse ne nuk ka kuptimin e medalën dhe ne kemi bërë këta, kemi bërë këta. Ajo është roli i opozitës. Kuptohet. Prandaj, kjo ka qenë ashta një situatë në cilën secili prej deputetëve të Gjakovës është ndi paksa i penalizuar në mungesë të ngritjes së zërit, po zërat e magjerancës ngriten nga brenda, po jo nga jashtë. Për ngritjen e zërave nga jashtë është opozita, prandaj jetojmë në demokraci. Është pa kuptim që maggjoranca t'i bëj opozitë publike qeverisjes të cilën domethënë e ka zgjedh. Prandaj në këtë kuptim mendoj që kontributi im si deputet ka qenë domethënës dhe gjithë ato që na i shohim për Gjakovën sot, kuptohet në kënë rast që mendoj që është rezultat vetëm i imi, por është i secilit deputet nga Gjakova, të cilët kanë qëndruar në kontakt dhe komunikim të vazhdueshëm me secilin ministër të dikasterëve qeveritar. Zoti Gola ju thatë që votat nga Gjakova kanë qenë ndoshta si pikë referuese që ju të lidheni më shumë me Gjakovën kur është fjala për kandidimin tuaj. A ka edhe ndonjë element tjetër që ju shtyu që të kandidoni për të parin e komunës së Gjakovës? Cila është ajo poenta ose pika kryesore që ju mendoni se keni më të fortë se kundër kandidatë të tjerë? T'ju them të drejtën, gjua ka pësu një inflacion. Fjalët e kanë humbur kuptimin, sidomos për shkak të ndoshta një historie politike jo fort të këndshme që e kemi pas, sidomos pas tutjes së tutje në Kosovë. Por gjithsesi, unë fjalë tjera nuk kam në dispozicion për të shpreh arsyet dhe qëllimet e mia pse jam futur kësaj gare, përpos se sakrificës. Unë t'ju them shprehimisht nuk kam pas asnjë interes e as nuk kam ndonjë interes personal e as ambicje në kuptimin e zhvillimit personal. Futja ime në garën për të parën e Gjakovës është kryekput si rezultat i një ndjenjeje, borxhi dhe detyrimi ndaj një komune në të cilën unë i kam vendosur themelët e ndërtimit tim profesional. Edhe si fëmijë, edhe si adoleshent, edhe si i ri,
dhe nga përsjeljet e mia ditore që i kam bërë qeverisjeve në Gjakov, mënyra se si janë menaxhu shumë çështje në Gjakov, jeta publike, kulturore e ekonomike në Gjakov, thjesht më thonë që nuk është niveli i duhur, e as nuk është niveli larg të mjaftueshmes në fakt, i jetës në këtë komunë, prandaj edhe unë kam konsideruar që duhet të bëj atë që është dashur me bë, edhe në fakt e kam bë. Ajo është ofrimi i vetës si një potencial me të cilën besojmë që do të mund të konkretizojmë disa prej ndryshimeve themelore në kohjen dhe në modelin qeverisës. Përndryshe unë kam pas një jetë jashtëzakonisht stabile në kuptimin familjar e në kuptimin e karrierës profesionale, por gjithsesi është diçka që të bren nga brenda dhe thu që megjithatë dikuj ndihem një farë borxhi. Pra një komunë e cila më ka dhënë jetën dhe një komunë e cila më ka mbështetur 2 mandate radhazi me rritje eksponenciale të votave për deputet, mendoj që kur unë ftova që të bëhem i pari kësaj komune, që të futem kësaj gare, nuk doja të merrja epitetin e një, themi kështu, që të populli buk përmbysti. Tash ku ne po ftojmë nuk po vjen. Sepse nuk është edhe fort punë e lehtë, është shumë e privilegj të qeverisësh Gjakovën, për shkak të historisë së lavdishme të saj që ka. Po. Qoftë në kuptimin patriotik, arsimor e kulturor, ama është përgjithësi jashtëzakonisht e madhe, të cilën nuk e kam të lehtë me u marrë me këto përgjithësi, pra, po është çështja e obligimit dhe. Nga kjo që po thoni, dëshiroj të marr prej jush edhe mendimin, si e shihni ju qeverisjen aktuale në këto 8 vitet e fundit, si e keni pa dhe çfarë do të ndryshonit? Unë nuk dua të shoh gjërat bardhazi, gjithsesi. Dhe duke mos i parë gjërat bardhazi, mbas edhe mund të konkludojmë që janë bërë sa gjërat e mira. Por unë problemin kryesor e kam me formulën qeverisëse, me modelin qeverisës. Pra kur unë kam problem me modelin qeverisës, kjo do thotë që edhe produkti i asaj qeverisje, edhe nëse është i mirë, për mua është i gabuar. Për shkak se unë me që vi nga bota akademike, unë shpeshherë i vlerësoj më shumë dështimet e studentëve, po që se kam pa një mënyrë të duhur të menduarit, se sa kur një student ja qëllon, por mënyrën të menduarit e ka të gabuar. Në analogji me këtë po them që formula, modeli, mendësia qeverisëse në Gjakov mua më pengon. Për shkak se premisat mbi cilat ndërtohet ky model qeverisës janë premisa të gabuara. Dhe në këtë kuptim unë dua të mos pajtohem me shumë prej mënyrave se si është qeverisë Gjakova, përfshi të arriturat kryesore të cilat kryetari aktual po i përshfaq me pompozitet. Prandaj ajo çfarë unë synoj të bëj me qeverisjen time është që fillimisht të ndroj këtë model qeverisës, i cili është i ndërtuar kryekëput mbi premisa të interesave konjunkturale, klienteliste, klikave të ndryshme, dhe këto më pastaj e deformojnë edhe qeverisjen. Shikoni, unë nuk jam kundër që potenciali që vije direkt nga kompanitë, bizneset, të jenë pjesë e një aleance me qeverisjen. Jo dhe më që jam kundër, ato duhen të jenë, po nuk guxon që kapitali me qeverisë. Qeverisja duhet të përdor kapitalin për një vizion, po në asnjë rrethon kapitali nuk guxon të ndërtoj vizion. Prandaj jemi në politikë. Prandaj ne ndërtojmë një vizion dhe atë vizion më pastaj ne e materializojmë dhe e konkretizojmë duke përdorur potencialin që është në dispozicion nga bizneset, kompanitë, korporatat e kështu me radhë. Pikërisht për shkak se është përmbys ky model për cilin unë po flas, raporti kapital qeverisje, ne sot përballemi me një katrahur urbane, me një deformim të jashtëzakonshëm urban e arkitekturor, për shkak se për interes ka qenë maksimizimi i profitit dhe jo ndërtimi një qyteti funksional
që garanton hapësira të duhura komunitare, të gjelbërta, lëvizje të lirë, qarkullim të lirë. Pra, prandaj duhet përmbysur ky raport. Kompanitë, potenciali biznesor janë aty për të ndihmuar ty për të çuar përpara vizionin politik dhe jo për të diktuar vizionin politik. Si do të mund ta shohin Gjakovën me qeverisjen tuaj, qytetarët? Cili është ai vizioni juaj që ju ka 2 javë më shumë që ju keni thënë qytetarëve, por vazhdoni prap ta komentoni edhe ta thoni në vazhdimsi deri me 12 tetor. Si do të jetë Gjakova me ju? Vizioni ynë politik për Gjakovën është i pandashëm me vizionin e lëvizjes vetëvendosjes si qeverisje qendrore, pasi që lëvizja vetëvendosje shquhet me vizionin kombëtar. Pra edhe kur vepron politikisht gjithmonë mendon kombëtarisht dhe kur mendon kombëtarisht edhe për Gjakovën, është pamundshme që Gjakova të mos jetë në fokus. Dhe ne e shohim Gjakovën në një perspektivë afatmesme, si një nyje që lidh strategjikisht Shqipërinë me Kosovën. Për këtë tashmë ka investime të qarta, bëhet fjalë për linjën hekorodhore që lidh Kosovën dhe Shqipërinë përmes Gjakovës dhe Shkodrës, që lidh 2 portet, portin e thatë Prishtinës me portin e Durrësit edhe të Shëngjinit, dhe Gjakova dhe Shkodra janë, si më thon, tranziti kryesor, i cili më pastaj do të mundsojë edhe qarkullime të reja të mallrave, të njerëzve kështu më radh, pasi që përbri linjës hekorodhore do të jetë edhe rruga. Fizibiliteti tashmë ka përfunduar, me rreth 2 milion euro, investim edhe i qeverisë së Kosovës edhe asaj të Shqipërisë. Dhe kjo tregon që ka një vizion kombëtar për Gjakovën dhe do të jetë nyje, do të jetë qendër mbase më e zhvilluar ekonomikisht komplet e rajonit. E ku jemi tek vizioni kombëtar, lëvizja vetëvendosje Gjakovën e sheh si një komunë që ka një predestinim për zhvillim të industrisë ushtarake. Ne kemi aeroportin ushtarak me qast janë deri disa miliona euro në ndërtim të pistës dhe infrastrukturës së saj përcjellëse, poligonin e Babajt Bokës, ndërsa tash e kemi edhe nismën e cila me qeverinë e re do të fillon edhe të merr jetë nisma për ndërtimin e industrisë, përkatësisht fabrikës për prodhimin e dronëve civil edhe ushtarak. Ka shumë probleme të cilat kanë lënë gjurmë të këqija dhe kanë lënë disa ngrehina të cilat është jashtëzakonisht problem me i rehabilitu. Prandaj unë shpeshoj qeverisit i mas jo vetëm me të arriturat, po edhe me natyrën e problemeve që i ke lënë mas. Nëse më shumë ke zgjidh, nëse më shumë ke lënë probleme, se sa që ke zgjidh probleme, atëherë normalisht që nuk mund të themi që është qeverisje e mirë, është pak a shumë sikurse në industrinë farmaceutike, nëse ke rregull, nëse me një ilaç efekti sekondar është më i madh se sa efekti primar, nuk mund të themi që është ilaç i suksesshëm. Madje duhet tërhequr më njëherë nga tregu. Përgjithsisht qeverisjet në Gjakovë, po flas për këto 2 të fundit, domethënë 8 vjeçari i kryetarit aktual 2 mandatet, kanë qenë qeverisje të cilat kanë zgjidh probleme në mënyrë afat shkurt për të krijuar probleme në mënyrë afat gjatë. Ai po kënohet Azam për shembull duke thënë se ka shtruar shumë rrugë. Të jam shumë i sinqert, nuk jam fort i sigurt edhe për sasinë rrugëve që i ka shtruar, nga se sipas për llogaritjeve që po i bën ai janë diku rreth 800 kilometra rrugë. 600 tashmë të shtruara dhe 182 të cilat po pretendojnë që janë duke u shtruar dhe pritet të përfundojnë. Diku rreth 800 kilometra. M'duket një sasi tepër e madhe, por këtë duhet llogaritur dhe me dalë me një qendrim publik. Por nga ajo çfarë ne dim është që në secilin prej shtrimit të rrugëve, jo vetëm që është në shpërputhje me standardet arkitekturore e inxhinierike, por edhe tash kur të futet kanalizimi në për ato pjesë kur është shtruar rruga,
kjo do të thotë që prapë duhesh me hek rrugën në shumicën e rasteve. Natyrisht. Prandaj duhet të respektuar një farë rendi i gjërave. Kur ti shton rrugë, ti duhet ta përdorësh atë si shans që me shtru automatikisht edhe kanalizimin fekal, kanalizimin atmosferik. Tash për ke kriju probleme ekstra. Ti ke shtru asfalt, duhet me hjek edhe me rishtru prapë. Dhe arsyetime që shpesh e kemi gjetë, po i kam largu fëmijët domethënë nga lloçi. Po ti ke mund të bëhet njëjtën punë me një planifikim tjetër. Sakt. Prandaj vetëm një shembull i cili tregon se si domethënë duke i zgjidhur disa probleme në mënyrë afatshkurt, ke krijuar domethënë probleme afatgjata. Mos flasim këtu për deformimet arkitektorore urbane që i shohim me ndërtimet e egra në shumicën e rrugëve dhe lagjeve të Gjakovës. Për mua është shumë irrituese të zamë për shembull rruga Yllmërina, që është shembulli eklatant i një edhe pasigurie juridike që qytetarët e Gjakovës e ndiejnë në lëkurën e tyre kur blen një banesë, sipas planit zhvillimor, aty ka qenë gjelbrim, një më horizonale, bëhet banesë, i del me njerë banesa përpara mas vitit parë së dytë të banimit aty, pra është një farë pasigurie që qytetarët e ndiejnë në mënyrë të vazhdueshme. Dhe kjo nuk është një qeverisje e mirë. Kjo është një qeverisje që tek qytetarët shkakton traumë, pasiguri, angth, çka po ndodh, etj. Dhe ty ke mund të azami rregullu disa probleme të të rinjve që po dojnë banem ose të familjeve kur po zgjerohen, po kërkojnë banesa, jepet ajo për ndërtim, e ke lehtu, po realisht çfarë ke boti në perspektiva afatgjatë është që ato pjesë i ke botë të pabanueshme për shkak se në një ndërtesat janë në shpërputhje me kapacitetet e infrastrukturës nëntoksore, me kanalizim fekal, fekalin domethënë në këtë rast, por njëkohësisht është në shpërputhje edhe me kapacitetet e parkingut dhe shumë nevoja tjera urbane të cilat lidhen me një vendonim të caktuar. Çfarë do të bëni ju kështu? Tash me këto me këtë trashëgimi të të ndërtimeve janë fiks. Po këtu nuk ke realisht as çfarë kanë leje ndërtimi. Sa këto vetëm me pas një buxhet qindra miliardësh, me shku dhe me shpërnsu edhe me rikthy edhe fizionominë e qytetit, po ajo është e pamundme, kjo është utopike. Tash duhet prapë me gjithë zgjidhje improvizuese që me kriju parkingje, po edhe ato janë jashtëzakonisht vështira. Prandaj po them është një problem afatgjat, i cili do të na sfidojë jashtëzakonisht shumë secilën qeverisje. Prandaj na duhet shku përtej një modeli qeverisjes i cili diktohet nga kapitali dhe drejt një modeli i cili bën edhe një qeverisje duke respektuar nevojat, por njëkohësisht edhe bën prioritizimin e nevojave dhe interesave të qytetarëve. Se shikoni, qytetarët, bizneset, grupet e interesit, i kanë interesat të tyre. Natyrisht. Edhe shpesh interesat tona bien ndesh. E qeveria është aty për të garantuar që këto interesat që ne kemi, ti harmonizoj për brenda një plani. Dhe kur ky plan në këtë atazam për shembull harta zonale, kur është miratu, po çse do të kishte përfshirje shumë të madhe të qytetarëve të Gjakovës, që më i dhoni formë finale kësaj harte zonale, unë jam i bindur që kush s'kishte më qenë i prekur. Po normalisht që unë tash jam jashtëzakonisht i prekur, nëse në vendin ku përpara se të miratoj harta zonale, fqiu tim i ke dhënë leje aty më ndërtu, i ka dhënë leje në kuptimin e procedurës, por në kuptimin që e ke leju më ndërtu 10 kat, a unë me harë zonale atysh kam B plus e dje. Dhe më thonë, tash kjo mu më shakton frustrim. Prandaj po them që është jetike me pas edhe gjithë përfshirje të qytetarëve në proceset vendimarrëse. Përndryshe, flasim për qeverisje arbitrare, flasim për qeverisje improvizuese, ku qytetari ndihet i shpërndosur nga proceset institucionale. Dhe kryetari dhe zyrtarët nuk janë aty për ta privatizuar komunën. Ata aty janë me një amanet, me një porosi që përmes votës delegohet tek ata nga qytetarët që me u rregullu jetën e tyre, po jo me e maksimizu kapitalin e disa grupeve të caktuara. Mendoj që kjo është jashtëzakonisht gabim. Kështu që ne do të përmbysim këtë model dhe qysh ne e shohim Gjakovën, është me gjithë të problemet të cilat i kemi trashëguar,
e shohim të zhvilluar në pjesën e re të qytetit gjithsesi, po e shohim të zhvilluar në minimalisht dy aspekte. Me u përpjek maksimalisht me e ruajt identitetin arkitekturor, kulturor, edhe historik të qytetit, e këtu më pastaj përfshihet edhe aspekti dytë për më duhet flas, që me a kthy një traditë të humbur të Gjakovës që është përdorimi i biçikletave. Ne këti ke pas një praktik jashtëzakonisht mirë, një shprehi kulturore e shoqërore, që ta ka lehtësuar dhe qarkullimin e hapësirat publike. Edhe ke fituar kohë edhe. Sakt, ti e ke mbyt atë shprehi. Fluksit të komunikacionit. Domethënë përdorimi i biçikletave jo vetëm që është i shëndetshëm në aspektin domethënë ambiental e shëndetësor, po edhe shumë më efektiv në kuptimin e funksionimit domethënë urban. Gjitha kryeqendrat shkojnë drejt kësaj, ne komplet e kemi eliminuar. Këtë organizimi i qendrës është sipas parimit car dedicated, është dediku veturës, në vend se ta respektojmë një histori jashtëzakonisht bukur që kemi pas përdorimin e biçikletave. Prandaj në këtë kuptim për mua është fort më rëndësishme që zhvillimi i qytetit, dhe zhvillimi i komunës në përgjithësi, të mos bëhet në dëm të identitetit historik. Sepse unë vin nga sociologjia dhe shoqëria nuk mund të imagjinohet ndryshe përposta përmes historisë. Kombet, etnit, shtetet kanë histori, po hoqe historinë, po u ndërpreve historinë ti përfundon në nivele shtazarake të qenjes. Po është pikërisht historia ajo që ty të jep identitet, të jep vlera, të jep referenca me të cilat ti mund të japësh kuptim edhe ekzistencës tonë. A na kemi përfunduar në nivelet të një kapitali i cili është duke na deformuar edhe historinë. E shohim për shembull çfarë mjerimi tazam ka ndodhur me kullën e Sulejman Vokshit. Ne kemi pas tendenca këtu tek Qarshia e Madhe, që është njëra prej pasojave më të mëdha historike të trashëgimisë kulturore, ka pas tendenca që të shtrohet me granit. Fal lëvizjes vendosje që ka reaguar ashpër dhe në momente të duhura, edhe janë përdorur prap kaldërmi, ani pse nuk është kaldërm sikur se ka qenë dikur, po gjithsesi e ka ruajtur një fizionomi që për pak sa ishte duke u tretur. Unë dëgjova për shembull nga kuluarët, kështu që është thënë që edhe gjimnazi do të shkatrohet për të bërë parking. Po shikoni, gjimnazi për Gjakovën nuk ka rëndësi hiç më pak se sa Oxfordi dhe Cambridge ka pas për Anglinë. Po flas në kuptimin e peshës dhe rëndësisë simbolike, nuk im ka vlasur në për kuadrat që e kanë nxjerr. Po edhe kuadrin që e kanë nxjerr gjimnazi, me këto ato mende të ndritura, janë pishtarët e zhvillimit intelektual, e politik, e kulturor të këtij vendi. Thash me çfarë lehtësie ne flasim për rrëzim të gjimnazit, kur ti, domethënë nuk e ke një farë ndjeshmërie minimale ndaj historisë dhe identitetit tonë. Prandaj unë nuk jam për këtë zhvillimi. Unë jam për një zhvillim që ruan identitetin arkitekturor, kulturor e historik të vendit. Faleminderit, zoti Golak, do të kaloj pak edhe te arsimi, se e kom pa që e keni të përfshirë kogja shumë në projektin tuaj. Çfarë thjesht projektësh keni të bëni me shkollat publike në komunën e Gjakovës? Ndonë se ne kemi edhe shkolla private, por ato funksionojnë vetë dhe u lidhse për të bërë shkollat më të mira, jeni për shkollat publike. Fatkeqësisht, arsimi gjithandej Kosovës është përdorur si resurs elektoral. Do të thënë për te klisheve që fatkeqësisht janë të vërteta të politizimit të arsimit, kemi pas një eksploatim për mua deri në irritim të fushës së arsimit për kraje elektorale të X partive të caktuara. Fatkeqësisht këtë fat e ka ndarë edhe Gjakova. Shiko, unë absolutisht nuk jam kundër që mësuesit, arsimtarët, profesorët dhe çdo qytetar përfshirë edhe në shërbimin civil të kenë përgatiësi partijake. Përgatiësia partijake është një gjë elementare, absolutisht. Po unë jam kundër që përgatiësia partijake me shërby si kriter për punësim e më së paku
do të mund të isha i pajtimit që të ishte kriter për punësim në arsim. Kriteret që duhet të ishin janë thjesht kriteret profesionale. Por që do që pika më e fortë është shndruar në pikën më të dobët tonë si shoqëri dhe arsimi është përdorur për më shumë për të përforcuar bazat elektorale të X partive e në këtë rastin tonë në Gjakov të AAK-s, sësa që është përdorur si instrument për çuar tutje një vizion politik që mbështetet dhe është inspirancuar në traditën e lavdishme të Gjakovës. Prandaj çfarë planifikoni ju të bëni për arsimin? Tash kjo ka me qenë, si më thonë, ndoshta një thembër akilit e komplet, më thonë, përpjekjeve tona, për shkak se profesorët arsimtarët tashmë janë në sistem. Vetëm janë pa kontratë kolektive ende, kanë filluar edhe një vit shkollor pa kontratë kolektive, falë shkëputjes së njëanshme. Po, t'jemi kështu korrekt. Ajo kontratë kolektive, pa dashme u keq kuptu të mësimdhënësit, e din edhe ata, e din edhe ato pra mësuesit arsimtarët, po e din mbi gjitha dhe partitë politike që kanë lëshu ka qenë kontratë kësisht arbitrare, po du më përmbajt nga vlerësime tjera politike. Ka qenë modeli më i keq i blerjes së votës. Nuk ka model të mirë, sa për atë punë, po ka qenë model irritu sepse e ka operon me një kategorinë më fisnike të shoqërisë që është arsimtari. A do ta kenë një kontratë kolektive? Ajo kontratë kolektive është ajo në fakt nuk ka qenë fare kolektive, ajo ka qenë një kontratë elektorale e lidhur në mesnatë përpara se të bëhet koalicioni PAN. Po, më do të kenë kontratë kolektive, po jo kontratë të tilla se ajo kontratë madje është lidhur pa buxhet fare, që është krim i krimeve. Ajo që kur na bëjmë tash një kontratë për 100.000 euro, 200.000 euro, po ajo unë s'kam parë. Ç'to ka ndodhur? Prandaj edhe kanë ndodhur këto problemet më pastaj se s'ke pas linja buxhetore me të cilat ti duhesh me ti mbulosh ato. Ti mbulosh. Prandaj ne jemi kundër kësaj qeverisje. Kjo është edhe një, si më thonë, shembull tjetër i një qeverisje arbitrare që shpërfill komplet procedurat, sepse ne jemi shtet ligjor dhe procedurat janë aty për të garantuar që vendimet që merren kanë legitimitet. Tash në këtë rast për shembull nuk ka pas fare legitimitet. Dhe tash çka përfshim ne domethënë në arsim, ne duhet të punojmë me këtë staf dhe u mendoj që ka jashtëzakonisht mësues të shkëlqyeshëm. Unë kam dhënë vetë mësim me një program të qeverisë para më shumë se një dekade me shkollat e mesme të ulta dhe shkollat fillore. Ka jashtëzakonisht mësues shkëlqyeshëm, arsimtar shkëlqyeshëm, nuk ban me përgjithësu, ta kemi të qartë. Natyrisht. Po si model ka qenë domethënë kriminal në mënyrë që janë abuzu për vota e tjera. Edhe sot madje, edhe sot unë e vrej që ka një presion, një trysni të jashtëzakonshme që ushtrohet mbi ta, që vota me qenë e organizuar dhe e dëshmuar për një parti politike. Nuk bën kështu. Jo vetëm që nuk i bëjmë derë arsimit, po nuk i bëjmë derë as vetë fëmijëve tonë. E kur flasim për reformë kështu strukturore, se më duket ajo është edhe poenta që po insiston, ne kemi disa pika me cilat mendoj se jemi goxha kreativ në kuptim të reformës, pra sa na lejon edhe kompetencat kushtetuese për nivelet lokale, është kalimi në modelin kabinetik të shkollës. Pra, do të krijohen kabinete të specializuara të biologjisë, kimisë, fizikës, gjeografisë, dhe pajisjet do të qëndrojnë vazhdimisht aty. Dhe nuk zhvendoset profesori, sikurse që është në modelin klasik nga klasa në klasë, por shkojnë nxënësit. Kjo kjo domethënë mundson edhe ruajtjen e pajisjeve më mirë për shkak se është profesori ose ai që ka domethënë të drejtën hapjes dhe mbylljes të sallës. Dhe mendoj që kjo ka me qenë një nismë shumë e mirë për ngritjen e cilësisë direkt tek në arsim. Kjo më pastaj do të ketë edhe efekte të drejtë për drejta në rimodelimin e arsimit, duke kaluar nga modeli gjysmëditor siç është sot në modelin tërditor, po kjo do të jetë, më thonë, një projekt pak më i gjatë dhe nuk duhet të eksperimentu. Shikoni, ne kemi pas shumë sherrin e eksperimentimeve.
Edhe kurikula ishte eksperimentim, prandaj dolën shumë probleme rrugës. Sakt, prandaj nuk duhet më ngut me vendime, me reforma. Fillon me disa me disa pilotime, ne do të fillojmë me shkollë kabinetike me disa pilotime dhe do të përfundojmë sukseset pastaj. Sakt, edhe ndërkohë në implementimin e projektit final, ti më pastaj e din ka qysh tek mundesh me implementu. Ne edhe para fillojmë do të fillojmë më një herë me kalun në tërditor në moshën 5-6, për shkak se aktualisht gjendja është duke shkaktuar probleme edhe në çrregullimin e rutinës së familjeve, sidomos të rastet prindërit, domethënë duhet më punu, kanë vetëm gjysmëdite dhe kjo domethënë ka qenë pjesë e preokupimeve tona. Ne do të investojmë shumë edhe në hapësirat universitare. Qartë, Universiteti Femia Agani është në ingerencat e qeverisë qendrore atje, po çfarë ne mund të bëjmë është që të krijojmë hapësira të reja të fakulteteve të reja dhe njëkohësisht ta bëjmë universitetin partner me investimet tona në Tazam Jakova Tech Hub, është një projekt tjetër që është në kohë të zhvillimit ton të ekonomisë, po edhe pjesëmarrjes së rinisë në to, dhe tendenca për të për të zhvendosur disa kompani të ICT-s, pra të teknologjisë së informacionit në Gjakov, përmes stipendimit të studentëve për t'i bërë ata, domethënë, të kontraktuar nga këto kompani për afate të caktuara sipas modelit Young Cell Scheme, dhe universiteti do të jetë po ashtu partner i këtyre zhvillimeve, në mënyrë që të ndërtojmë një ndërveprim sa më të gjerë, ndërsektorial dhe shumë institucional, në mënyrë që të kemi edhe një jetë universitare sa më aktive. Po edhe numrin e vogël ose numrin e ulët të nxënësve në për shkolla në zonat rurale, a keni ndonjë projekt se si do t'i menaxhoni këto situata? A kemi klasa sot me 1 nxënës, me 3 nxënës, me 5, ndoshta më shumë, që natyrshëm po krijojnë probleme edhe të stafi mësimdhënës, por edhe të shpenzimet brenda objektit shkollor? Po, kjo është një problem shumë i madh në fakt në tërë Kosovën. Po. Dukshëm është edhe brenda komunës sonë. Dhe mendoj që edhe kjo i atribuohet pak asaj që thash më herët, nuk është respektuar rendi i gjërave. Kemi një shpopullim të fshatrave dhe mbi popullim të qyteteve, dhe kjo ka ardhur si rezultat edhe pikërisht i investimeve të gabuara dhe selektive. Tash që merreni me mend, për shembull, kryetarit aktual i bien mend që në mandatin e tretë të merret me kanalizime, ndërkohë që do duhet të merrej qysh në mandatin e parë. Të vazhdojë tradita që kanalizimet duhet ndërtohen së pari, sepse kur ndërtohen kanalizimet i ngritet edhe mirëqenien e qytetarëve në viset në hapësirat rurale, e më pastaj kur pastrohen kanalizimet, kur ndërtohen kanalizimet pastrohen edhe lumenjt, kur pastrohen lumenjt, ai ujë pastaj mund të përdoret për revitalizim të aktiviteteve bujqësore, kur krijohet mundësia për aktivitet bujqësor, zhvillohet biznesi, kur zhvillohet biznesi, mundësohet qëndrimi i qytetarëve aty. Prandaj ka ndodhur komplet e kundërta. Ne jemi 25 vite pas shtrimit në Kosovë, i vjen mend njerëzve që pasëm kanalizimin, mos i kanë kryer shumë probleme. Po të mos kishim shpopullimin, ne edhe sot po ta garantoj që sot nuk do të kishim këto probleme kaq të mëdha. Edhe me shkolla me ka 2-3 nxënës. Tash ne duhet të planifikojmë jashtëzakonisht mirë që kur të eliminojmë këtë mësim të kombinuar, klasa 2 me klasën e 5, klasa parë me klasën e 3 etj, ta bëjmë në atë mënyrë që të kemi edhe pajtimin e prindërve, për shkak se disa prindër mund të rezistojnë distancave, të dërguar fëmijët në shkollë pak më larg vendit se sa ku jetojnë. Që është rezistenca është gjithsesi atë do të haseni me këtë. Po, unë besoj fort që me një mirëkuptim edhe me dialog social ne do t'i binim, sepse në fund është për të mirën e tyre. Po për këtë duhet edhe disa qendra gravituese, për shembull shkolla që është në Ponëshes, që është investim i qeverisë së Kosovës, një shkollë multifunksionale, perfekte në organizim dhe do të përmbush nevojat e këtij asaj pjese. Ajo mund të jetë një vend ku edhe do të gravitojnë disa fshatra. Po, edhe do ta mundsojmë, do të garantojmë siguri,
do të garantojmë transport e kështu me radhë. Dhe kjo pastaj do të na mundsoj që të rikombinojmë. Nuk do të ketë mësues, as arsimtar që të humbë vendin e punës. Kjo është domethënë e garantuar se di që gjithmonë ka pas frikë. Jo, ne mund t'ju qartësojmë. Sigurisht, ai potencial vetëm sot do të ridestinohet për brenda shërbimit publik dhe civil, mund të jenë të azam inspektor. Ajo më pastaj mbetet çështje e analizës, sepse ti nuk mund të kesh analizë pacient, domethënë nga brenda, sidomos kur flasim për një komunë e cila nuk ka qenë domethënë transparente sa duhet. Siguria në shkolla është preokupimi joni. Ne do të bëjmë hyrje daljet e evidentuar përmes kartelës digjitale. Ne dim që shkollat kanë kamera, po fatkeqësisht nuk punojnë gjitha. Edhe qyteti ka kamera, po fatkeqësisht nuk punojnë. Kështu që duhet të rehabilitu që me shtu sigurinë edhe në shkolla, po në fakt edhe në qytet. Faleminderit zoti Gola, do të prekim edhe një pikë tjetër për të cilën do t'i referohemi asaj të parës për me rujt trashëgimin e emrit të Gjakovës, festivalet, grupet muzikore, jetën kulturore, sepse jemi rritur, si që thatë edhe ju në fillim, t'i njohim me emra, t'i listojmë grupet muzikore funksionale dikur në komunën e Gjakovës. Të shohim festivale ku jemi krenu me emra të ndryshëm. Cili është angazhimi i lëvizjes vetëvendosje për të rikthyer ndonjë festival të mundshëm apo për të nisur diçka të re e cila do ta rigjallëronte jetën tonë, siç ndodhi edhe së fundmi? Për sa i përket jetës kulturore, ne kemi disa orientime ndoshta pak më ndryshe. Gjithsesi festivalet të cilat tashmë janë nisur me vullnetin dhe nismën e qytetarëve, sikurse është rasti ditët e shqiptarit. Fiks sapo e thash. Dhe kjo tregon se çfarë potenciali jashtëzakonisht madh kemi. Çfarë duhet është që komuna mos u pengu, nëse vjen në ndihmë financiare është më mirë. Ishte një festival që ringjalli jetën kulturore. Sakt. Po në jetën kulturore çka mendoj unë, sidomos të trashëgimisë që e përmende, mendoj është jashtëzakonisht e rëndësishme edhe ideja për cilën ne kemi ardhur, mendoj kështu autentikisht si lëvizje vetëvendosje, Muzeu i Luftës, që është e vërteta. Është mendoj edhe pa kuptim të dhe absurde qysh edhe 25 vite pas luftës. Qyteti dhe komuna më e prekur, më e dëmtuar në njerëz edhe në dëme materiale, përkundër numrit jashtëzakonisht madh të dhunimeve, terrorit, gjakderdhjes, etj çfarë kanë bërë shteti serb dhe serbët, shumica e serbëve lokal në Gjakov, nuk kemi një muze i cili do të dokumentonte historinë e këtij gjenocidi në Gjakov. Është fatkeqësi. Dhe ky nuk është Muzeu i Luftës, nuk është thjesht një dokumentim historik. Ajo është automatikisht një potencial turistik. Dhe më pasaj jo vetëm si potencial turistik që do zhvilloj biznese, por njëkohësisht është diplomaci kulturore. Për shkak se nesër turistë që vinë dhe zam prej vendeve ndryshme të BE-s ose prej kudo vendi tjetër të botës, vjen këtu dhe shet gjenocidin që ka ndodhur. Mos harrojmë se ne jemi duke jetuar një pikë jashtëzakonisht të ndjeshme të përmbysjes së rrëfimeve për të vërtetën e Kosovës. Tash e pam në New York atje, që kishin dalë disa serb me kamiona, edhe do ku nxjerr paralele atje se si fëmijët serb po vriten, po terrorizohen nga policia e Kurtit, domethënë narrativa propagandistike të ulta. Dhe na dim që për këto Serbia është shumë agjile, shumë efikase, fatkeqësisht. Ne ndërkombëtarisht jemi duke ekspozuar një përmbysje fatkeqe të raportit viktim-agresor. Ne i bëjmë agresor. Ne po të kishim një dokumentim të gjenocidit të Serbisë në Kosovë, unë besoj që edhe ndërkombëtarisht sot do të kishim punë më mirë. Besoni ose jo, edhe në Ruanda, gjenocidi njoftën në natë të ditën që ka ndodhur. Edhe aty kish elemente të disa prej evidencave historike të gjenocidit në Bosnjë dhe në Kosovë. Ne ende nuk e kemi një muze. Prandaj, ky muze do të kryen shumë funksione, jo vetëm si dokumentim historik, por edhe si potencial turistik, por njëkohësisht edhe si diplomaci, me të cilën domethënë ne mund ta përshojmë të vërtetën e luftës sonë. Mund do ta mbanim gjallë këtë historinë. Sigurisht, aktualisht quhet dark tourism, një turizm i errët. Mirë po është shumë i nevojshëm për ne.
Në fatkeqësi vëzhgojnë që fëmijët po harrojnë të kaluamën, sepse kemi dështuar edhe në sistemin arsimor që me i familiarizu më të vërtetat historisë sonë të vëndshme. Edhe mund të rrezikohemi edhe nga koha e moshës, sepse kemi kalu 25 vite dhe ata që e kanë përjetuar mund të jenë në moshën e tretë, gradualisht edhe rrëfimet mund të na humbë koha. Saktësisht. Më pas është muzeu i fotografisë për cilën ne kemi premtuar që do të investojmë. Që më është shumë e rëndësishme. Djegja që është bë. Mënyra se si reagoi kryetari Gjini më duket në Klan Kosova, që them të drejtën ishte trishtim për mua. Jam trishtu me reagimin tepër të ftoftë dhe ignorues në raport me muzeun, ku tha që ku vis një violinë, një piano ka qenë atë, që në koshtë të vërtet ka pasur elemente tjera, instrumente tjera, po edhe po t'ishte vetëm piano, a di çfarë peshë simbolike ka ajo piano. Ajo piano është themeli i traditës operistike të Kosovës, sepse me të është kompozuar nga Rahovdhomi, Goca e Kaçanikut. Bravo, Goca e Kaçanikut. E ati me një falësi e ti, një piano që të ka qenë. Nuk është. Më faqë që ta shtu si anakronikisht, mu kujtu dhe që është fort më rëndësi që na me rrujt qëtë identitet. Po në analogji me këtë, më dhe nëse na se kemi një mozet luftës, atje dikush tjetër ka më në rëfy historinë për luftën. Ashtu që kurse ka më në rëfy dhe historinë për kulturën e kështu më radhë. Pra ndaj është fort më rëndësi, po them, që orientimi jonë në sferën e kulturës, respektivisht të dashamirësisë kulturore, të jetë ose të bëhet në këto pika me të cilat ne e mësojmë edhe konservimin e historisë, por që edhe zhvillimin tonë në të ardhmen ta mbajmë të ekuilibruar në historinë tonë, me cilën ne jo vetëm që s'kemi nevojë me undi të turpnum, që do duhet me undi fqiu ynë Serbia, po ne edhe do duhet të ishim krenar me të. Gjithsesi. Do të prekim edhe një pikë të ndjeshme të bashkëqytetarëve tanë, klubet sportive. Shumë shpesh kam fatin me bashkëbisedu, me realizu emisione për sukseset të tyre, arritjet, por në mesin e këtyre shoh edhe problemet me financat, pothuajse i kanë të vazhdueshme, ndoshta klubet e vogla më shumë, ato të mëdhaja shpesh i stabilizojnë, por kanë edhe kriza financiare gjatë vitit. Herë janë në krye të tabelës, herë bien që financat sadopak luajnë, ndoshta kanë rol në funksionimin ose qëndrueshmërinë e tyre. Çfarë do të bëni me këto klube? A janë të mjaftueshme disa subvencionime për të cilat ata i marrin, por prap thonë se nuk janë të mjaftueshme, të paktën kështu deklarohen? Edhe sporti, mendoj është lënë anash dhe nga gjitha vizitat që po kemi në terren, qartazi qytetarët janë të indinjuar me indiferencën që ka qeverisja aktuale në raport me sportin. Është evidente kjo punë. Por sporti nuk është thjesht sport. Është fushë në cilën mpleksen një muri zhvillimesh të tjera, zhvillimi shëndetit, argëtimi, biznesi, diplomacia. Këto këtë janë me bazë në sport. Unë dje takuam një ekip të vllazënimit të volejbollit, sektori femëror. Jashtëzakonisht mbretëlënës organizimi dhe performanca e tyre. Tash të ftuar në një garë ndërkombëtare, nuk kanë të ftuar komplet domethënë me shpenzime të hequra, fjetje, ushqim, po transporti nuk është mbulu, as 1.000 euro për transport nuk i kanë. Pa është diplomaci. Është përfaqësim në një farë fiks. Është përfaqësim. E mos flasim këtu edhe për shumë gjëra pozitive nga brenda, sepse ato 3 e 3 i largon nga droga, i largon nga alkoholi, i largon nga djerje koha. Prandaj është jetike financimi në sport. Prandaj orientimi jonë në përgjithësi politik qeverisës do të jetë komplet kundër këtij modeli që zhvillimin e thjeshtëzon në sasi ndërtesash dhe në sasi betoni e asfalti. Do të rrisim ndjeshëm në mënyrë eksponenciale buxhetin në sport dhe normalisht
le ta themi troç, asnjëherë nuk do të ketë buxhet mjaftueshëm për të mbushur nevojat e secili sektor. Gjithmonë nevojat janë më të mëdha se sa kapaciteti. Ka rëndësi edhe shpërndarja, besoj, e buxhetit. A di çka është më rëndësi me thonë të drejtën? Sigurisht, aktualisht këto ekipe, këto klube, këtë janë në vullnet të postët të tyre. Këtë janë, si me thonë, vetë financim, këtë është në nivel të pasionit dhe të vullnetit dhe kanë arritit të shkëlqyshme. A di çka mendoj që e ndihmon? Jo vetëm mbështetja financiare si e tillë. Se ka njerëz ajo nuk mjafton. Sa është më rëndësi mja njoft vlerën e punës, e sa është më rëndësi që çaj sportist mundi i barabartë në subvencionim. Domethënë, ti mund të thonë mjaftueshëm, po kur ai e din që shteti është ka mundohet, po nuk ka më shumë, besoni që jemi bindur që zhvillimi ka qenë hala më i madh. Prandaj po të më thonë, subvencionimi nuk është thjesht mjambulu, a jam bolën në shpenzim, transportit e tjerë, por edhe kur nuk arrin krejt, unë jemi bindur që veç me bind ato që nuk kena mundësi më tepër, ha do këshirë buxhetin, që kënë linjat, që kënë nevojat, unë jemi bindur që veç kam ju rrit vullnetja ora më shumë. E çka nuk ka ndodhur. Fatkeqësisht kjo nuk ka ndodhur. Pse? Sepse subvencionimet ka qenë këtë mbi linja të interesave të ngushta, konjunkturale, farefisnore. Gabim është. Gabim. Prandaj është fort më rëndësishme që mos me i demotivu këto ekipe, mos me i dekuraju, sepse funksioni i tyre nuk është thjesht rekreativ. Është pakrahasimisht më i madh, është social, është shëndetësor, është diplomatik, është përfaqësues, është ndërkombëtar. Dhe ne këtë kuptim ne do të bëjmë maksimumin vetëm për sa i përket subvencioneve. Përndryshe, ne kemi dalë me një premtim të madh për ndërtimin e një kompleksi sportiv, të cilën e kemi quajt ose do ta quajmë në dash zotit që nëse vim pushtet edhe ta ndërtojmë parku olimpik. Do të jetë një qendër komplekse jashtëzakonisht të madhe ku do të ketë një hapësirë shumë funksionale me salla të brendshme edhe të jashtme të futbollit, edhe me barë sintetik, edhe me barë natyror. Aty brenda do të jetë një sallë e re sportive, do të ketë pista e vrapimi, salla të kompletuara të gjimnastikës, por do të jetë një kompleks sportiv ku shumica, nuk po them të gjitha, e aktiviteteve sportive që janë aktive në Gjakov, do ta gjejnë veten aty, edhe do ta kenë një hapësirë më të mirë të performancës së tyre. A do të mund të presin qytetarët e komunës së Gjakovës ndonjë ndryshim edhe në fushën e shëndetësisë? Nëse po çfarë? Sot në lista të pritjes kemi mjek të diplomuar të cilët presin janë në listë pritje ose nuk janë fare, kemi plotëri të cilët infermierë dhe të fushave tjera të cilët janë të papunë. Po, edhe këtu... Ose ndoshta edhe për listën e barnave esenciale, shtimin e tyre. Brenda ligjeve, natyrisht. Po, e qartë. Edhe këtu vujmë pak që të humbjen e besimit në për institucione publike. Neve na duhet me domos të bëjmë një zonim të pacientëve dhe ata pacientë më pastaj detyrohen të marrin shërbime mjekësore vetëm brenda QMF-s zonale. Kjo jo vetëm që efektivizon QMF-t në fshat ose AMF-t. Në fshat, sepse aty mendoj që është më shumë domethënë problemi. Ata shumica vinë QMF dhe ngarkojnë këtu qytetin natyrisht. Është humb edhe besimi, nuk ka prani të vazhdueshme atje të mjekëve. Në mungesë të barërave dhe ilaçeve në QMF-t në prapësia rurale, një familjar, çdo edhe unë kështu kisha më vepru, masi s'ka ilaçe këtu, po shkoj aty në qytet, e blej edhe ilaçin dhe kontrollon edhe. Dhe kryej edhe ndonjë punë tjetër, kështu të paktën është përgjigjja edhe e qytetarëve. Po, fatkeqësisht janë pasivizuar ato, po duhet të reaktivizu përmes një zonimi, duke dërguar atje edhe barëra dhe ilaçe elementare, nuk mundemi atje me i dërguar të gjitha, sepse është thjesht e pamundshme, banatora duhet të jetë qendrore këtu, domethënë në qytet, po të paktën që për smundje, domethënë, që janë më të lehta, të trajtueshme për brenda autorizimeve në ato QMF, të mos bëj prindi edhe një shpenzim ekstra të kohës të parave për të ardhur deri në qendër. Ajo çfarë edhe kjo do të mundsojmë pastaj edhe shërbim më efektiv edhe në kuptimin që do të kemi një mjek për familje, për shkak se ai mjekën pastaj do të përcjell
historinë patologjike të problemeve dëshme shëndetësore të familjes, dhe familjeve që i ka në orbitën e tij, dhe normalisht sa më familiarizuar që të jesh me anamnezën, historikun e sëmundjeve, aq më efikas do të jesh edhe ti në shërbim. Sido që të jetë, ne kemi ardhur me një ide tjetër më kreative, për sa i përket grup moshave të shtyra. Ajo është shërbimi geriatrik, përkatësisht i të moshuarve, të cilët pavarësisht gjendjes së tyre shëndetësore, do të jenë në një kujdestari sistematike të institucioneve shëndetësore, duke krijuar vizita të sistematike në shtëpi, për të bërë analiza të caktuara, matje të tensionit, diabetit, e kështu me radhë. Pra një lloj mjekësie ambulantore preventive. Pra ti shënë me i parandalu eskalimet të mundshme të më dhe shëndetësore. Kjo shërbimi geriatrik mendoj që është, domethënë, kogja kreativ, po normalisht kjo do të jetë, si më thonë, shërbimi i zgjeruar edhe tek të moshuarit që kanë probleme shëndetësore. Gjithsesi kuptohet, po edhe me këta të cilët janë mirë, po që ne duhet preventojmë çfarëdo sëmundje e cila mund të jetë e parandalueshme do të ishte, po bëhet më pastaj e pandalueshme pikërisht për shkak se ke pas sistemin shëndetësor në rregull. Zoti Gola, me që për herë të parë po kandidoni për kryetar të komunës së Gjakovës, si po ju duket kjo fushat? Si po ecën? Ju kemi parë për disa paraqitje publike, nuk jeni konfliktuoz, duket sikur po i sqaroni gjërat me radhë njërën pas tjetrës. Cili është opinioni juaj kundër kandidatëve në raport me fushatën që po zhvillohet? Që them të drejtën, nga një qasja e kryetarit aktual, kandidatit të AK-s nuk më pëlqen, kam përshtypjen që ka një arrogancë krejtësisht të panevojshme. Dhe mendoj që kjo po e dëmton kulturën politike elektorale të cilën do të mund ta zhvillonim tutje ne si Gjakov. Për ndryshe, ne jemi të hapur për të konkuruar me perspektivat tona dhe me zotimet tona programore, po unë do doja që një mend debatin elektoral ta zhvendosim në terrenin e argumentit, diskutimit racional dhe jo arrogancës e sloganeve dhe përçmimeve që më shumë janë teknika me të cilat synohet shpërqendrimi i vëmendjes së publikut nga temat të rëndësishme se sa që janë teknika të argumentimit racional. Po për sa i përket terrenit, unë po shoh një entuziazëm, njerëzit duan ndryshim, dhe unë mendoj që ndryshimi është i mundshëm, pasi që kemi zotime programore realiste dhe kemi një ekip të mrekullueshme, ne funksionojmë në një ekipore, edhe qeverisjen do ta kemi në fakt si bashkëqeverisje dhe qeverisje në mënyrë ekipore, dhe jo sikur se ndodh aktualisht Azam për shembull kur ftohen drejtorët për të raportuar, nuk raporton drejtori, por raporton kryetari, dhe kjo nuk është diçka e mirë. Por që them të drejtën, vende shoh ka pak edhe një lloj vetë cenzure. Qytetarët kanë njerëz që ndihen si të friksuar, të intimiduar, vret që ka një trysni që është ushtruar mbi ta, sidomos për qytetarët të cilët kanë biznese, të cilët më pastaj friksohen që mos eventualisht biznesi i tyre do të bëhet target i inspektimeve selektive të komunës. Edhe kjo normalisht ata i vendosin në pozicion defansiv dhe ndihen si mund të intimiduar. Po përgjithësi e shoh, domethënë, e shoh një entuziazëm. Ka të tillë që janë shumë kështu ekspresiv, madje edhe eksploziv. E kishim një rast një qytetar ku qartës i akuzoi, kur atij është dashur me ble subvencionin për cilën ka aplikuar dhe e ka merituar. Po dikush tjetër e ka marrë jo meritueshëm dhe ja shet më pastaj këtij. Domethënë që është një krim për cilën unë nuk do të mund fleja. Unë do merrja masa më një herë ndaj direkt drejtorit dhe zyrtarit i cili tazam bën këso lloj subvencionime selektive dhe jo meritore. Po pra në përgjithësi është një klim
shumë entuziaste, ka qetësi, po më thonë disa, po duhesh me godit ma shumë, se zban kështu, po unë në fakt po du me ndru kulturën elektorale, po du me ndru standardin elektoral. Bile edhe në premtime, ne kemi pas në premtime tjera programorë, po unë kam insistu që me okej, sepse kam pas sa dilema, a mund t'jenë të implementueshme brenda një mandati, asa mund t'jenë të implementueshme. Ndryshe ta zon prej disa premtimeve që po i shoh, premtime futuristike për lice. Shiko, ne duhet të targetojmë problemet specifike të qytetarëve dhe të ofrojmë zgjidhje, domethënë praktike. Nuk ka kuptim ti të merresh me investim në lice me miliona euro dhe që për shembull ta lësh pa investu në sport. Rendi gjërave nuk është duke u respektuar. E për më tepër dhe po të ishte kjo, me që jemi këtu. Merrni moment ta zon për shembull, kryetari Gjini ka premtuar mandatën e tretë që ka me rregullu kanalizimin. Dhe nëse shihni buxhetin, i keni 100.000 euro për vit. Edhe projeksionet buxhetore për 2027-2028 janë njëjtë nga 100.000 euro. Pra për 3 vite 300.000 euro. Ndërsa ka nda miliona euro, 2026 i ka të projektuara 1.700.000 euro vetëm për infrastrukturën e bazenit. Tash mendja më thot, çka keme rrjedh në atë lice? Pa i pastru kanalizimet, mëse me qenë hapësirë rekreative, ajo do t'jetë një hapësirë e mbledhjes së ndotjeve fekale. Prandaj duhet me respektuar edhe në gjërave. Ti fillimisht i pastron lumejt, dhe kur pastrohen lumejt, mundesh me derdh ujin e pastë në lice, edhe ato me shumë kujdes, sepse vëllimi i qarkullimit të ujit në këto lumejn, nuk di sa mundet me mjaftu për me kriju një liçen edhe me mirëmbajt një liçen. Kam përshtypjen që është një farë improvizimi edhe me liçenin, sikur se kanë qenë shumë improvizime tjera. Prandaj ne duhet të jemi konkret, madje edhe në shpjegim të premtimeve tona, për ndryshe përfundojmë edhe qesharak. Do ta përmbyllim me një fjali për cilën edhe secili kandidat që është ulur aty ku jeni ju sot është përgjigjur. Pse duhet votuar Ardian Golën? Me që kam një histori të pastër, do të mund edhe të qeveris me duar të pastra, për shkak se kur ke histori të kapeve të ndryshme, do ta kesh shumë vështirë ti çlirësh duart në qeverisje. Dhe ajo çfarë unë mendoj i duhet më shumë Gjakovës është një kryetar i cili është i lirë në vendimarrje dhe një kryetar i cili për nga natyra nuk shërbehet me teke individuale, përkundrazi qytetarin e sheh atje jo thjesht një resurs elektoral, po qytetarin e sheh atje si qëllim, si bashkësheverisës, pa të cilin ai në këtë rast unë pra, nuk do të mund të qeverisja fare. Unë do t'ja kthej komunën qytetarit, i cili aktualisht po ndihet i shpronësuar nga vendimarrja institucionale, dhe unë jam ai i cili do ta deprivatizoj komunën, sepse konsideroj që komuna sot është bërë një institucion i privatizuar, ku një grup njerëzish marrin vendime në korrisë të gjithë qytetarëve, dhe këtë mendoj që mund t'ja arri ta bëj vetëm unë në raport me këto kandidatura që ka Gjakova. Edhe e fundit, nëse më lejohet, patjetër, unë nuk jam më i miri i Gjakovës, por unë thellësisht besoj, sidomos nga paraqitjet e deri sotme, që e më i miri prej kandidaturave aktuale të Gjakovës. Përndryshe, Gjakova ka potencial të jashtëzakonshëm, vetëm se i duhet një kryetar i cili i ofron dhe u mëson hapësirën e nevojshme për me dhënë kontribut, dhe unë do të jem ai. Faleminderit. Faleminderit zoti Gola për kohën, suksese. Faleminderit shumë edhe juve për ftesën. Ndahemi këtu bashkë, faleminderit që na ndoqët, takohemi në një tjetër emision. Natën e mirë.